Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit në datë 25 nëntor do të sjellë përpara publikut mbrëmjen muzikore Kënga e Mjelmës, një recital i ndërtuar mbi veprat më përfaqësuese të Franz Schubert. Në skenë do të ngjiten baritoni Artur Vera dhe pianistja Etrida Ibrahimi duke krijuar një dialog të harmonizuar mes zërit dhe instrumentit. Programi i shfaqjes pritet të sjellë emocione të forta, nga lirizmi delikat deri te kulmet dramatike të repertorit klasik. Dialogu ndërmjet pianos dhe vokalit është shumë i thjeshtë, pasi vepra është e ndërtuar në një mënyrë të tillë që si pianoja, si vokali janë dy instrumente të trajtuara njësoj. Pra ne plotësojmë njëri tjetrin dhe kjo është e veçanta e muzikës së dhomës në përgjithësi në fakt, po dhe e këtij cikli në veçanti, i cili është cikli i fundit i lidhjeve që Schubert i ka shkruar. Kënga e Mjelmës vjen si një hapësirë reflektimi për kushtimin e artit të pastër dhe synon të krijojë një përvojë intime muzikore për publikun, duke vendosur në qendër interpretimin solistik. Sfida më e madhe për ne është që të jemi sa më profesional dhe të justifikojmë pikërisht këtë kryevepër të autorit. Është një vepër e cila i përfshin të gjithë, sepse kanë kryefjalë pikërisht atë që është gjëja më e rëndësishme që neve kemi, që është dashuria. Dhe të gjitha lidhet nga i pari tek i fundit flasin pikërisht për këtë gjë. Dhe do doja shumë që njerëzit të ishin prezent, të vinin, që të bëheshin pjesë e një përjetimi tek i cili do të gjenin veten e tyre. Kjo premierë e cilësuar si testamenti i fundit artistik i Schubert vjen në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit nesër në mbrëmje në orën 19.